Të gjitha falënderimet tona i takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej atij e kërkojmë ndihmën. Atë që i madhi Zoti drejton, nuk ka se kush ta çojnë humje. Ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na e çoi me Kur'an, dalluesi të vërtetës nga e shtremta deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahu të qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë ju të dashur besimtar dhe besimtare që jeni sot bashkë në këtë xhami. Lut Zotin të na falë dhe të na mëshirojë të gjithë. Përmendem një ajet prej ajeteve të madhështore të Kur'anit, me të cilin na drejtohet i madhi Zot xhel xhelaluhu me mujt e shenjtë hanar. Allahu xhel xhelaluhu urdhën e thotë. Mujt thot janë 12. Ndërsa 4 prej këtyre 12-ve janë të shenjtë, janë të veçantë. Pra Allahu xhel xhelaluhu është ai që ka caktuar periodat apo ndarjet kohore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në urdhën e thotë. Mujt hanar janë 12. Prej tyre thot 4 janë të shenjtë. Dhulqade, Dhulhijje, Muharram edhe muaj Rajab. Ne, elhamdulillah për Allahut, jemi në hanën e Dhulqadës. Dhe kur themi që janë muaj të shenjtë, ndalohen veprat e këqija rreptësisht. Shtohen punë të mira, sepse Allahu xhel xhelalu i shpërblen. I jep më shumë shpërblim se sa në muajt e tjerë. Pse i dalloi Zoti xhel xhelaluhu 4 të shenjtë, duke filluar në muajin Dhulqade. Elhamdulillah. Domthon ai Allahu Zoti i gjithësisë i ka krijuar njerëzit dhe ai drejton. Ai uzon aty ku është haku e vërteta. Zakonisht për kryen e riteve të fetare, sidomos të haxhit, po edhe të Ramazanit, edhe të umrës, kishte problemet mëdha sepse dilshin këto kusart, hajdut, mashtrues, grabica në rrugë, çfarë gjejshin. Haxhit sidomos i grabitshin gjatë udhëtimit për në Mekën e shenjtë. Allahu xhel xhelaluhu e ndaloi luftën. Grabitjen tha, mos grabitnin muaj të shenjtë. Sepse dhe dami do të jetë i madh. Dënimi do të jetë shumë i rëndë në muaj të shenjtë. Por ne tha ndaloni. Në këto 4 muaj mos bëni asnjë send. Ato preçin qafirat, grabitësit, siç janë edhe sot. Pra ku e ku t'i gjejnë këto haxhit gjatë rrugës? Allahu ndaloi. Edhe fillon në Dhulqade siç është të shtej. Normalisht haxhit ka qenë nis herët. Sa të marron të muaj Ramazanit, pra për të arritur Mekë, duheshin 2 muaj disa, për shembull nga ne, 2 muaj, që të arrishe 10 ditë para në Mekën e shenjtë. Disa vende të tjera 3 muaj, 4 muaj. Pra duhej kohë gjatë për të arritur në Mekë për ta kryer haxhin. Pra që njerëzit ishin të sigurt të qetë në kryen e këtij adhurimi, Allahu xhel xhelaluhu i shpalli muaj që të ndaloni të keqen, por që të shtoni veprat e mira. Pse veprat e mira do të jenë të hajrit dhe do të kenë më shumë shpërblim se sa në ditët e tjera. Dhe kështu vazhdoi. Dhulqade, Dhulhijje afërsisht arrihet në Qabën e shenjtë. I dalloi Zoti xhel xhelaluhu, se tha, do të keni falje, do të keni mëshirë të madhe, tha. Edhe i ndaloi të këqijat. Dhe kur arrin atje, fillon 10 ditë që i parë i Dhulhijjes, begatit mëdha. Pse? Pa aty është dita Arafatit. Në Dhulhijjen është Kurbani, është dita e Kurban Bajramit. Pra janë mirësi, lutje, begati, mëshirë e madhe prej të madhit Zot xhel xhelaluhu. Dhe besimtarët dhe besimtarët që t'i kryejnë sa më rahat këto vepra, sa më qetë, Allahu xhel xhelaluhu i shpalli muaj të shenjtë.
E deri sa të ktheheshin, pra deri në muajin Muharram, që ndryshe është edhe viti i ri Hanar. Muaj Rexhep, Allahu e përshtati për kryerjen e umrës. Meqense sot janë lehtësuar gjanat, në fakt, kanë mundësi me shku në çdo periudhë të vitit për ta kryer umrën, pra me përjashtim kohës haxhit, por Allahu xhel xelalu thonë, edhe në këtë muaj të shenjtë mund shkoni për ta kryer, sepse ja u kam ndaluar njerëzve të keqen, të mos e përdorin të keqen. Po ne që jemi jashtë haxhit apo jashtë umrës, vallahi në na duhet punë e madhe. Nëse ke bën men me zonë apo me bën fjalë me njëri, kufizo. Se si to a them tash atë dënimin, si mu zonë me 500 njerëz jashtë Dhulkadës apo Dhulhijhes, me u zonë me njëri në këtë muaj. Po një kohësisht me i pajtohu 2 njerëz në këtë muaj, si me pas pajtohu 500 veta, 600 veta në muajt e tjerë. Pra, ashtu si kur është shpërblimi i madh, edhe dënimi është i madh. Atëherë çfarë të bëjmë? Pra me u kujdes, me u bë gati. Nëse s'ke mundësi me shku në haxh, Allahu xhel xelalu do të na shpërblej. Pse tha, në muajt e shenjtë ka shpërblime të mëdha. Për shembull, agjërimi i ditës Arafatit baraz me 2 vjet gjinofe. I vit që kanë kalu, edhe i vit që vjen. Po kush t'i fal 2 vjet gjinofe? Ne mos na duket kështu. Habi, shlidhje kena me gjinofet më hoxh. Ke për Zotin lidhje bashkë me hoxh. Lidhje kena se s'ban me gjinofet. Pra tek Allahu nuk është problem të punomit gjinof. A di kush është problem? Nëse s'kërko falje. Problema pse s'pendohesh. Pse i madhi Zot xhel xelalu që ka kriju fjalën estagfirullah, pendimin, ai që i ka sjell ne i ka mësuar ne këto nëpërmjet librit të shenjtë, Kur'anit, dhe nëpërmjet fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ditë që çdo rob do të bëjë gjinofe. Dhe thotë çdo bir i Ademit është gjinofçar. Po më i miri gjinofçar, gabimtari i bijve të Ademit, është ai i cili kërkon falje, thotë, o Zot më fal, o Zot më shiro. Dhe i njëri do të gjendet përpara Zotit xhel xelaluhu, dhe llogaria do t'i dalë shumë keq për xhenem. Allahu xhel xelaluhu i thot me lajkeve, shikoni, thot, në librin e këtij njeriu, a ka në i kërkesë falje? Dhe do t'i dalin shumë kërkesa falje, që kur ka qenë këtu në dynja, nuk e ka marrë me shaka. Aliu Allahu më shiroft thot, kërkesa e faljes është bën për burrat mëdhej. Për burrat mëdhej. Pse për burrat mëdhej? Sepse kërkesa e faljes të fal gjinofet. Kërkesa e faljes të fshi gjinofet. Pra ne tha, estagfirullah, 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 jo estagfirullah, estagfirullah, të prekin zemër, në shpirt, o Zot më fal, jam gjinofçar, në xhumë, jashtë xhumas, në shtëpi, në punë, në makinë, ku do që ti jesh, o Zot më fal, o Zot më shiro. Vën para madhnisë tande me gjinofe, mos ma nxin fytyrë në ditë që do të nxihen sa fytyra. Në ditë, janë gjin njerëz që u ka rat fikt nga kërkesa e faljes. Janë gjin njerëz në sejdë që njerëzit kanë menduar se kanë vdek. Kanë shku të i lujt, kështu janë gjallë, apo se janë gjallë nga Afrika. Duke kërku falje në sejdë Allahu xhelle xhelaluhu. Pra, inshallah të në shërbejnë këta muaj. Dhulkadje, Dhulhijhe, muaj Muharram, në shërbejnë inshallah për t'i kërku falje Zotit. Po të në shërbejnë për të ba punë të mira. Pse po e shofim që ditë të tona po hecim. Çudi është kur themi 2025, por hiku 2024, ka dal të ardhë 2026. Zakonisht njerëzit i festojnë ato për vjetoret. Nuk ka problemi me festu, me atë ditën kur ke lind. Po a mundesh me festu në i ditë që s'ke ban gjinof?
Elhamdulillah, o Zot, falënderimi për ty. Sot e mëlla pa i gjinof. Sot e mëlla me 5 gjinofe. Dje mëlla me 10, sot me 5. Nesër me 3. A kena i ditë që e ke mëllë me falë namaz, me agjerim, me nëj punë mirë, me nëj umre, me nëj haqë, a ke këta me festu? Po se përbohen vitet grumull, e po i mbledhat amiq të shokët, dark, me harë me pi, alkohol, nuk e di, aheng, kret këtë, pa asil lidhje, fest, gzim, ashtë të ndënja për atë ditë që e ke mëllë pa i zinof. Për atë ditë që i ke gëzu zemrën në njonit, i ke bën i bamirësi, i ke zgjidhi hall i të lashe, i ke shtroj rruga, ku diun, sa të dush punë të mira. Po jo me festuti se u bënë 30, u bënë 20. I njëri e ka festuar të ditëlindjen. Po më çuditsin njerëzit, se sa gjona të kota që bëjnë, në vend se me festu se hyni Dhulkadit bëj punë të mirë, jo, se jam bon 20 vjeç. Po çfarë bën 20 vjeç? Çfarë ke më aty në 20 vjetëve? A ke ndaj gjë? A ke ndaj gjë? Më pyeti vajzë e vogël e djalit, kur e ke ti e gjysh ditëlindjen? Se di, thash, kur e kam. Çfarë duhet ditëlindje më bir, thash. Rretu, mëso namazin këtu. Për këtë që do të japsh llogari përpara Zotit xhel xhelaluhu. Edhe e vestoj, edhe të nesër ka gdhenj i vdek. Manje pra, kjo e festoj. Po gdhenjë i vdek pa i ditë xhumaje. Gdhenjë i vdek pa i ditë agjerim. Pa i vak namaz. A kupto si gdhenjë i vdek? Apo tjetri, boni i shpejt madhe, i mlodh njerëzit gjithë. Po futur më rend, ja, s'futem. Pa i mledhi herë me i shkatru, me i dej këtu këshpeja ime, por aje të kuptu që e të bon. Aje të i thërë të runit. Qarë të dejtë me më? Vdiq pa hem shpej. Ke punu për tjertë. I namaz se falen atë shpej. Për kundra se i le trashgim edhe alkoholin atyre që do venë masteje. Tjetër gjinof. Dë me thonë, sa ti punojnë ata gjinof, ata kretë ke për t'i pagujt prap të atje. Së të ndahën, se i le të keqen. Nuk i lej i vak namazët, në që kjo seshtje që on falë gjyshi. On falë baba, hajde në këtë falë në kjo seshtje këtu. Se ne kalon gjyshi këtë vend këtu për të falë. A, si sen, gjyshi ne kalon me festo këtë, qërë festo? Kështu, këto ditë janë ditë veçantat bekume. Losë Zotit që të na japi jetë, inshallah. Që ti shfrytëzojmë për punë të mira. Dhe që kur dalim përpara Allahut xhel xhelalu, dalim me fytyre që të na shtrisin edhe Allahut na lehtësoj llogarinë. Allahu na fal, na mëshiroft gjithë. Ela ina sana al-kalam wa ablaka nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.